Hani çdo ditë një grusht me ara dhe do befasojeni me atë që i ndodh zemrës. Arat janë aleate ideale të zorëve të shëndetshme, fibrave omega-3 dhe një grusht me ara në ditë do t'i sjellë edhe përfitime të jashtëzakonshme shëndetit të zemrës. Shëndeti i sistemit tretës është tepër i rëndësishëm për jashtëqitjen e rregullt, por arat mund të ofrojnë gjithashtu edhe elemente ushqyes në këtë aspekt. Arat, përveç sistemit tretës, do t'japin edhe element mjaft të mirë për shëndetin tuaj të zemrës. Konsumi i rregullt i arave do t'jap shumë përfitime shëndetit kardiovaskular, citon Nightingale. Ndaj, duke i konsumuar ato në mënyrë të rregullt 5 deri në 8 kokra çdo ditë, do të keni përfitime të mira për sistemin tretës, zemrën dhe shëndetin e trurit, duke ofruar elementet omega-3 të cilat do t'japin elementet mjaft ushqyese edhe për shëndetin tuaj. Arat përmbajnë vitamina dhe minerale të cilat do të ndikojnë drejt për së drejti në shëndetin e trurit dhe do të kthehen kështu në një aleat të përkryer edhe për mbrojtjen e shëndetit të kujtesës.